Viti 1911. Ishte ndezur një dritë të re në horizontin shqiptar. Pas ngritjes së flamuri në Deçiq, në 6 prill, Europa e kuptoi se malsorët nuk po luftonin vetëm me pushka. Ata po shpallnin një të drejtë, të lashtë, të drejtën, për të qenë kombë. Por për të fituar lirinë, pushkës duhet i shtohej fjala. Dhe fjala e shqiptarëve do të mblidhej në një vend të shenjtë, në pllajën e Greçës, një hapësirë mes shkrepas, ku historia vendosi të fliste në zë të qartë. Alësia e madhe ishte ngritur në kryengritje kundër gjon turqve. Fshatra të djegur, njerëz të vrarë, banesa të rënuara. Jo ishte përditshmëria e malsorëve gjatë pranverës së 1911. Në këto kushte, krerët e fisëve të malësisë e kuptuan se vetëm fuqia e pushkës nuk mjaftonte. Duhej krijuar një dokument që do t'i fliste botës në gjuhën e diplomacisë. Duhej një program i qartë, i fortë, i pakthyeshëm. Duhej që lëvizja për liri të mos ishte vetëm malore, por kombëtare. Në këtë synim, u zgjodh Greça, një vend izoluar, por i sigurt, ku pushtuesit nuk mund të depërtonin lehtësisht. Aty, malsorët ndodheshin si në shtëpinë e tyre, në hijen e lisave, dhe pranë shkëmbimeve që kishin dëgjuar betimet brez pas brez. Më 23 qershor 1911, krerët shqiptarë u mblodhën në pllajën e Greçës, në perëndim të Selcës, në malsinë e madhe. Ishin aty prijesit e Hotit, Grudës, Helmendit, Shkrelit, Kastratit, Shalës, Dukagjinit, Nika i Mërturit dhe shumë krajinave të tjera. Atmosfera ishte solene. Urat kishin ardhur të armatosur, por armët i lanë tek dera e kuvendit, sipas kanunit, për t'i dhënë vendin e nderit fjalës. Në këtë mbledhje vendimtare, udhëheqësit nuk prisnin vetëm për vete, prisnin për mbar kombin. Dy figura të mëdha morën përsipër hartimin e dokumentit. Ismail Qemali dhe Luiq Gurakuqi, të cilët përgatitën platformën politike, që do të njihej si memorandumi i Gërçës ose libri i kuq. Kuvendi i Greçës nuk ishte një takim i zakonshëm. Ishte një hapësirë ku ndodhi bashkimi i fjalës së jugut me pushkën e veriut. Memorandumi u nënshkruar ka përfaqësues të shumë fisëve të mëdha shqiptare. Mes tyre, Sokol Baci, Grud, Det Gjoluli, Hoti, Det Nika, Grud, Dot Proçi, Kastrat, Tom Nika, Shkrel, Cal Dedi, Selc, Lul Rapuka, Vukall, Lesh Gjergji, Nitush, Gjedo Markujka, Hot, Mehmet Shpendi, Shal, dhe shumë të tjerë që përfaqësonin zemrën e malësisë së madhe. Secili prej këtyre burrave e kuptonte se po firmoste jo një letër, por themelimin e shtetit të arshëm shqiptar. Memorandumi i Greçës përbëhej nga 12 kërkesa që synonin njohjen e kombit shqiptar, të barabartë me kombet e tjera të perandorisë osmane, autonominë e gjerë shqiptare, me administratë vendase, dhe një guvernator të emëruar nga sultani, por me kufizime të qarta kompetencash. Bashkim të gjithë vilajeteve shqiptare, Shkodër, Kosovë, Manastir, Janin, të bëheshin njësie vetme administrative, shkollat shqipe dhe lirinë e gjuhës shqipe. Shqipja të përdohej në administratë, gjyqe dhe arsim. Administratë shqiptare, të gjithë në punësit e lartë e të mesëm, të ishin shqiptarë. Shërbim ushtarak në trojet shqiptare. Shqiptarët të mos dërgoheshin në provincat të larta të perandorisë. Liri e plot zgjedhjesh. Deputetët shqiptar të zgjidheshin sipas numrit të popullsisë. Këto kërkesa nuk ishin thjesht politike. Ato ishin shpirtërore, ishin përpjekja për të ringjallur identitetin kombëtar dhe për t'i dhënë Shqipërisë shtyllat e një shteti modern. Dokumenti u paraqit fillimisht
përfaqësuesit turk në malin e Zi. Sadreddin Beut, i cili e pranoi, pa dhënë përgjigje. Më pas, një delegacion shqiptar i drejtuar nga Luigi Kurakuqi, i shoqëruar nga krejtë të Malësisë si Det Gjoluli dhe Sokol Baci, u adërzoi kërkesat fuqive të mëdha në Çetin. Ky ishte akti i parë i qartë i diplomacisë shqiptare në kohën moderne. Memorandumi i Gërçës i dha fund përçarjes së përgjithshme midis krajinave dhe i bëri çështjen shqiptare të artikuluar dhe të kuptueshme. Ai tregoi se shqiptarët nuk po kërkonin më vetëm lirinë e fisëve, por lirinë e kombit. Për herë të parë pas shekujsh, shqiptarët i thanë botës: "Ne jemi një komb, kemi një gjuhë, kemi një adhe, ne kërkojmë të drejtat tona." Europa filloi ta shihte kryengritjen e Malësisë jo vetëm si luftë lokale, por si një lëvizje kombëtare me ambicie shtetformuese. Ky dokument u bë ura që lidhte Deçiqin dhe Vlorën. Memorandumi i Greqës mbetet një nga dokumentet më të rëndësishme të historisë tonë. Ai nuk ishte thjesht një letër me 12 pika. Zëri një kombi që u ngrit në këmbë. Aty në malin e Greqës u bu themelet e shtetit që do të shpallë një vit më pas, më 28 nëntor 1912. Libri i Kuq i Greqës është më shumë se histori, është kujtesë, është amanet. Është dokumenti që dëshmoi se liria shqiptare nuk lindi rastësisht, por u ngrit nga pushka e Malësisë dhe u bulos nga fjala e burrave të kombit.